Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim. Redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur sot të sjellë një histori të dhimbshme të një 38 vjeçare nga një fshat i largët i Gramshit. Quhet Ilda Abazi, dashur miq, dhe është nëna e 2 fëmijëve të mitur, një vajzë 12 vjeç dhe djali më i vogël 5 vjeç. Kjo nën është braktisur nga partneri saj, nga babai 2 fëmijëve, ndërkohë që fëmijët kanë disa muaj që nuk kanë kontakte më me babain e tyre. Por mbi të gjitha, jo vetëm që ky baba nuk kujdeset, nuk i dhuron dashuri, por e ka lënë të vetme këtë nën në Shqipëri, që ajo nuk ka mundësi për ushqimin e përditshëm të tyre. Njohja e Ildës me babain e fëmijëve ka ndodhur në Belgjik, në rrethana jo fort të mira me njëri tjetrin, por dhe kur ajo mendoi se dashuria mbizotronte, aty u përball me dhunën barbare ndaj partnerit të saj. Sot kjo 38 vjeçare ndodhet me mua në studio për ta rrëfyer këtë histori dhe padyshim kërkon që zëri i saj të dëgjohet. Ilda ndodhet me mua, menjëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Imazhi juaj sot është i mbuluar. Po. Frika nga paragjykimet të bën të mbulosh imazhin apo frika nga partneri? Edhe frika nga partneri, se ndjem dhe e kërcënuar. Gjitha. Edhe bullizimi, se edhe babai tuan me etallin dhe shoqet që doli mami nga gazetë. E dashur Ilda, ju jetoni tek babai tashmë? Po. Sa kohë bë që je vendosur te babai me 2 fëmijët? Kam gati 2 vjetë e gjysmë që nuk kam lidhje, që nuk shkoj tek ai. Thjesht hera e fundit që kam shkuar ka qenë kur ka vdekë vjera e ama vet. Pra, ju keni 2 vite e gjys që pak a shumë jeni ndarë përfundimisht, dhe ti me 2 fëmijët ke shkuar tek babai. Por ata të pyesin, e kërkojnë babain? Djali nuk është se ashtu, po vajza e ka shumë të rëndë, pse nuk e merr në telefon, se përpara e merrte në telefon. Kur ka shkëputur rritet vajzës si mungon më shumë. Se i vogli, djali nuk e njeh? Me djalin nuk është se ka ndejtur shumë, edhe kur ka folur në telefon, kam pas babin në spital, ai ka shantë, se rri gjithkohon me alkool dhe shantë, dhe djali nuk ndjehet mirë kur shan persona, se djali ka 5 vjet që rri tek neve dhe nuk është se e kërkon shumë t'jatin djali. Ai është dhe përdorus i alkoolit? Po. Dhe kur flet me fëmijët përdor fjalë të pista? Po. Kjo është një fatkeqësi në fakt, nëse një baba përdor një gjuhë të tillë me 2 fëmijët e mitur, dhe ju shan juve. Në shan edhe në kërcënon. O dita ka qenë para 2 muaj e gjysmë, më merrte në telefon edhe më shante më kërcënonte personin që keti hapur, thoshte shante kërcënonte, unë kisha djalin në spital. Edhe e kisha me vigon në dorë, djali nuk më rrinte, çmure e kisha, ndroi edhe sharjet e kërcënimit e ofendimit atij. E ke denoncuar në polici? E kam denoncuar. Është marrë ndonjë masë ndaj këtij personi? 3 herë ka bërë burg për dhunë familje. Sa ka qenë burg, sillsh me respekt për bukurit. Tani që është jashtë. Ai ka bërë 3 herë burg. Ju e keni denoncuar dhe ai ka bërë 3 herë burg dhe vazhdon ende të kërcënoj. Po. Ai jeton në Shqipëri? Jo, jeton jashtë. Tani nuk e di se ka shkëputur kontaktet. Ka futur një shokun e vet, foli me babin, pastaj foli me mamin, qofse ka nevojë fëmijët për ushqim, ai çoj unë. Le kjo. Tani mos do dal shes rrobat e tij, ushqimet e tij ti bleri laçe kalamajve. Fëmijët i kam të 2 smur. Ne do qëndrojmë gjatë, dashur Ilda, në studion e emisionit Pa Gjurmë. Ti do e rrëfesh ditën e sotme njohen me partnerin tënd, kush ishte shkaku i dhunës, divorci, por uroj që ky person do ta bësh publik emrin e tij? Po. Si quhet babai i fëmijës? Elidon Gjoni. Edhe një herë emri? Elidon Gjoni. Elidon Gjoni. Po. Është po nga zona e Gramshit? Jo, është nga Puka me origjinë. Është nga Puka. Unë uroj dhe shpresoj që babai i 2 fëmijëve, para ish partneri Ilda Abazi nga Gramshi, të na ndjekë ditën e sotme, ose nëse nuk na ndjek ai, të na ndjekin familjar, ta njoftojnë, do doja që edhe zërin e tij ta kisha sot në këtë transmetim. Por gazetari im Mikele ka udhëtuar drejt fshatit vendlidhjes Ildës, aty ku ajo prej 2 vite e gjysmë është vendosur dhe jeton me 2 fëmijët, tek nëna dhe babai, te zoti Sami dhe Sanie. Gazetari Mikele ka shkuar, i ka vizituar nga afër dhe ka folur edhe me 2 prindrit e Ildës, të cilët kanë treguar problematikat e shumta që ata kanë. Dua ta ndjekim këtë material dhe rikthehemi. Shkojmë mëra pa një për fëmijët. I ka bërë vetë, i ka bërë qadë. I ka të tëjtë. Në Snosëm, në këtë fshat të thellë të Gramshit, jeta rrjedh mes alleve dhe shpresës.
Në këtë shtëpi të vogël, ku mungon gjithçka përveç dashurisë, gjyshrit janë bërë prindër për të dy fëmijët e vajzës së tyre. Për ta, çdo ditë është një përpjekje për bukën e gojës, për të mos humbur shpresën se edhe për këta gjyshër do të qesh buza një ditë. Nuk e maj do të më fëmijët këtu. Nuk kanë kushte. Ishtë bashkëshorti, ka ikur nuk gjithë në fare. Një histori e trisht që ka lënë një plak të thellë në jetën e Ildës, e cila u përpoq të ndërtonte jetën në emigracion, por sot fëmijët e saj po përballen me braktisjen. Ajo që të i ka ikur me shokëtate për Gramsci. Në dogan, ata nuk e futën, kurse kjo iku për Bruxelles. Edhe njëri vetëm kjo ati. Dashuria që nisi midis dy të rinjve aso kohe u kthye në dhimbje dhe vuajtje për të dy prindrit e saj, një gabim i Ildës që sot po rëndon mbi supet e këtyre dy të moshuarve. Që ndasë nuk shkonin ata, ashtu e ke shtrajton të ato, e ke ka shtrajtua që në Belgjik. A i pinte dhe zdinte qarë bandesma me nëmdja. Si për Samiun dhe Sosen, e shkuara e Ildës ka lënë bresa të forta tek ta sa herë që flasin për vajzën, por ata ndjehen mirë që Ilda më në fund zgjodhi lirin e dikurshme. Ka filluar dhe duna që në Belgjik, që kur atje bëre atë, edhe më tojë. Por pse nuk ndahej nga bashkëshorti vajza juaj kur edhe Do mësoj, thoshe do mësoj, nuk mëson maj, thoshe unë maj. Kështu si njeri është shumë i mirë, kur pi nuk di që ban, e them drejtën. Premtimet për ndryshim betën fjalë boshe, dhe sot ajo që ka mbetur pas janë dy fëmijë që rriten me mallin për tahatin dhe kujdesin e gjyshërve. I kemi marrë, nuk i ndajmë, që hanve këta me pensionet tona, këtu. Nuk i hedhim, të hedhë fëmijët unë si hedhë, se i ka fëmijët e si me bia. Në këtë shtëpi të rënuar, dashuria është e vetmja pasuri që këta dy të moshuar mund t'u japin fëmijëve pa kushte. Si është një ditë e jotja këtu në fshat? Mirë, Ke shok, ke shoqe? po, Me kë kalon më shumë kohën ti? Me gjyshi, me nënën, apo me motrën? Apo me mamin? me gjyshin, Të pëlqen të jetosh në fshat? po, Qa do bësh kur të rritesh? shofer, Do bësh shofer? po. Në sytë e këtij vogëlushi, shikon që ai ka ëndra, ka jetë, ka dritë. Ndoshta një ëndër e thjesht në dukje, por e madhe për një fëmijë që jeton mes mungesës dhe dashurisë atërore. Me vllain luan, me atë kalon kohë më të madhe këtu, po ke ndonjë shok, ndonjë shoqë që mund të kalosh kohën tënde këtu. Me vlajnë, Ai është shoku jot më i mirë? po, Për ëndrat e tuaj ke folur ndonjëherë vllajt? po. Cilat janë ato? Ëndrat e kësaj vogëlusheje beten të pathëna, por ndoshta në eshtjen e saj shjet shpresa se një ditë ajo do të ketë mundësinë t'i tregoj botës se kush do të bëhet. Derisa ajo ditë të vi, dashuria e gjyshërve është streha me sigurt që ajo do të ketë. E dashur Ilda, e dëgjova me vëmendje intervistën që tha dhe nëna dhe baba juaj që u shpreh për gazetarën Mikele, por dua ta nisim bashkë intervistën sot dhe dua të pyes si e njohur ti me Elidon Gjonin, babain e dy fëmijëve, para sa kohësh? Para 14 vjetëve, Para 14 viteve. ose 12-13 mosh vajza, 12, për 13 është vajza, unë kisha një vit e gjysmë që e njëja me përpara. Në çfarë rrethanash je njohur? Ku? Në lokal jam njohur, në ambient shoqërie, se kisha një shoqe që punonte në një lokal, edhe atje ishte me shoqërinë e vet. Dhe atje jemi njohur. Por kjo njohje nuk është bërë brenda territorit të Shqipërisë. Jo. Ti në atë kohë jetoje? Unë jetoja, si që të thash, unë nisa atje, vajta atje vetëm dhe jetoja me këtë shoqen të shtëpia e kësaj shoqes. Në Ishte çfarë një gocë nga shteti? Tirana, në Bruxelles. Në Belgjik, në Në Bruxelles. Belgjik, po. Jetoje aty dhe u njohe rastësisht me babain e fëmijëve. Si vazhdoi më pas kjo njohje? Më tha për të dalë, unë ki dola herën e parë, herën e dytë, tha pse s'më dole edhe më gjujti para pogonit policisë, se kam kapur për qafe që mos ta denoncoja. Pastaj unë jetuam bashkë, Si? Ai të ka goditur përpara pogonit policisë.
në Bruxelles. Kishit krijuar një marrëdhënie apo Jo, pa e krijuar fare, vetëm thjesht se si vajta s'dola për kafe me atë, në takim? në takim. Por pse e mbrojtë ti dhe përqafove? Ai të goditi ti e përqafove? Nuk doja ta fusa në burg se më vinte gjyna se kur e kam njohur më ka thënë që 2 vëllezër më kanë vdekur, kam një nën, kam një babë. Dhe s'kam dashur kur ta fusu në burg. Ti i besove? I besova. Dhe çfarë ndodhi më pas? Më vonë u dashurua, fillonin dilnim, krijuam lidhjen, edhe në fillim kishte momente kur nuk pinte sillesh mirë. Mamën kur pinte, dilte jashtë kontrollit edhe nuk durosh. Më ka rrahur mua njërë, 2 javë kam në shtrirë nga dajaku. Më pagunte një tjetër që më konte mua. Si të ka rrahur aq shumë sa ti nuk... Po, me kokën kovë, me ujë, me ri pantalonesh. Seriozisht e ke? Po. Dhe kjo ka ndodhur që në fillim, që në muajt e parë të njohjes? Po, në fillim nuk i tregoja këtyre të shtëpisë që më më dhunon. Pastaj një moment, duke folur me vllajin tim në Greqi, e dëgjova se harrova unë telefonin e hapur, e aty e kuptova vllai që ai më rrifte mua. Është nisur vllai me art, por nuk e lanë të vinte të konë se nuk erdhi deri atje, po kishte probleme me pasaportën dhe u kthye. Çfarë qëndroje ti me atë person? Gabim kam bërë. Po edhe mirë më kam mbajtur. Kur s'pinte alkool, zemrën e ka shumë të mirë. Kur s'pinte alkool, si dhe shumë mirë. Hilda, ti vazhdon ta duash? Jo. Unë i ro më të mirë në ati, a i mbret u boft, po mua më ka bë keq shumë. Mua e familjes time. Edhe fëmija nuk i ka si borxh as i faj. Vajza e kërkon, i mungon jati. Unë sytë vajzës nuk rrasa si jeri keq për t'jatin. Aja ka parë vetë dhunën që ka ushtruar. Se ti po tregon kur ishte mirë më mbante mirë. Po çfarë kupton ti me fjalën më mbante mirë? Sillesh mirë, dilnim, sillesh mirë, çdo dëshirë më plotësonte. Ishte komplet njëri ndryshe. Edhe ditën tjetër kur ai konsumonte alkool, tjetër soi. Po. Pastaj gjela shtatzan me vajzën. Mos ta le vajzën kështu, se ndryshon, po nuk ndryshovi. Kam qenë lidhur ndau. Kam gati 10 vjet që po rri në Shqipëri, më ka bllokuar edhe këtu në Shqipëri se nuk më jep prokurën e fëmijëve Odeta. Që ti të dalësh. Që unë të dalë se dua të ikit të vllai në Greqi. E dashur Hilda, shkaku i dhunës në Bruksel ishte sepse ai ishte përdoruesi i alkoolit apo të detyronte të bëje edhe punë të cilat ti nuk doje ti bëje? Më ka detyruar për një punë që nuk doja ti bëja. Ai ka dashur të shfrytëzoj? Po. Ti të bëje punojëse në seksit për të? Po. Ti e refuzove këtë gjë? Po. Dhe ky ishte edhe shkaku i dhunës? Po. Më lidheshin dhe gjitha, nuk e di, Odeta. Di të them këtë, që mua edhe familjes time më ka bërë shumë keq. Kjo ka qenë hera e fundit e dhunës që më ka bërë të shtëpia vetë. Me çfarë të ka djegur në lëkurë? Me cigare më ka djegur. Pra, arrinte deri në pikën sa merrte cigare dhe i fikte mbi trupin tënd? Po, kam patur shenja dhe në fytyrë, po i kam lirë me krem kur më ka çuar se s'doja që ta fusja prapë në burg. Sa vite qëndrove, dashur Hilda? 3 vjet kam ndetur atje parë, 2 vjet kam ndetur atje parë ardhur fare. Kam ardhur në Shqipëri. Sa vjet qëndrove me këtë person në total? Në Bruksel kam ndetur 3 vjet me atë. Vetëm njëherë kam ardhur në Shqipëri. Edhe kam ikur prap. Atje i fitoj. Dhe ndalemi tek Po. Periudha kur ti ke qenë në Bruksel me atë 3 vite. Fëmijët i ke lindur në Bruksel apo vetëm vajzën? Vetëm vajzën kam lindur në Bruksel. Djali ka lindur në Shqipëri. Po. 3 vite ai të dhunoi, ti më tregove që të dhunoi që ditën e parë. Pra, ende nuk ishe nisur një marrëdhënie me atë person dhe ai të dhunoi dhe ti e përqafove. Ti pranove të jetoje me atë person, të bashkëtoje dhe ai të dhunonte dhe të detyroi edhe të ushtroje punojësen e seksit në Bruksel, ti e refuzove dhe ai prap të dhunonte. Për çfarë të vite keq të rrije? Vite keq se ka patur 2 pleqe, kam patur shumë të mirë. Unë për babin ati më merrte gjithkohon telefon, kam pas shumë respekt. Për atë, Odeta kam ardhur nga atë ndete që atëherë kam ngel këtu në Shqipëri që ai më ka lënë mua këtu. E pash reagimin tënd dhe trishtimin tënd. Publiku nuk e shikon imazhin tënd, por nuk dua të lëndoj. Por është një gabim fatal që ti ke bërë. Që qëndrove me një person që vetëm të dhunonte. Po. Kjo është gabimi më i madh i jetës time. Por në momentin që ti refuzove të bëje punojësen e seksit, çfarë ndodhi më pas? Ishte ai që punonte dhe ushqente ty me vajzën? Ishte ai që punonte, kam ngelur shtatzan Odeta, të parin më kam hequr. Se pintëm thoshte mua që fëmia nuk është i imi. Ndërkohë që ne rrinim gjithkohën bashkë.
Edhe kam hequr fëmijën e parë. Kam hequr në Bruxelles, me anë të një shoqes time, se unë isha pa letra dhe nuk e dija mirë gjuhën në fillim. Të detyroj ai? Po. Dhe kam bërë abortin. Bides kam pyetur doktorin, i kam thënë që qa ishte vajza po djalë, ta doja, thanë nuk e hiqe. Lotet e mija që rrugë. Por ti ishe sigur që ai ishte babai? Po, shumë e sigurt. Por pse nuk i kërkove që ai fëmijë të vinte në jetë dhe të bësh një analizë DNA për të vërtetuar atësinë? Nuk më lindë ai të vija në Shqipëri, se po të vija në Shqipëri unë e maja rjetë e familja ime, pa ai nuk më lindë, rinim gjithkohën bashkë. Por pse ai ka të njëjtën mbiemër si ty? Kam dhënë unë mbiemrin tim se kishe probleme me ik jashtë. Ka që një person që ka pasur probleme me drejtësinë në Belgjik apo në vendet e tjera të BE-s ku ka jetuar. Po. Dhe ti, kur keni bërë martesë zyrtare, Po. dhe ai vendosi të merrte mbiemrin tënd. Po, më ka thënë mua, më jep mbiemrin tënd, unë jap mbiemrin djalit. Babi më thoshte mua mos e lër çunin pa bab. Edhe ai përfitovi, më tha mua më jep mbiemrin, jap patësin djalit. Edhe gjyqin ta paguaj unë, ndërkohë që gjyqin asnjë gjë s'ka paguar. I gjitha kanë qenë shpenzimet e mia. Kur vendose ti ta denoncoje, përpara se të më tregosh momentin që more guximi më në fund, ta denoncoje në polici dhe ai person të përfundonte pas ekurave, sepse vetëm atje e meritonte, ishte vendi i tij, më lejo të kaloj në një shkëputje për të prezantuar një këshill mjekësore dhe rikthehemi sërish bashk live. Jemi rikthyer, jemi sërish bashk live dashur miq, jam me një 38 vjeçare e cila ditën e sotme me rrëfimin që po bën live në studion e emisionit pa gjurmë, besoj që unë jam shokuar, por edhe teleshikuesit që janë duke na ndjekur po shokohen me ngjarjen, rrëfimin tënd te i mase të dhimbshëm. E dashur Hilda, çfarë ndodhi? Pas ti e denoncove në Belgjik dhe ai ra në Burg apo ka ndodhur në Shqipëri? Në Shqipëri. Qëndrove 3 vite në Belgjik dhe vendose të ktheshe me babain e vajzës tënd në atë kohë në Shqipëri. Pse u kthyet? U kthyem se atë vit që kemi ardhur neve më ka vdekur vjerri, kemi ardhur për atë. Ju erdhët në Shqipëri, jetonit bashkë me njëri tjetrin? Po, fillim po. Në çfarë vendi? Në Puka apo në Laprak, në Tiranë. U vendosët në Tiranë. Po. Jetonit në kryeqytet. Ai të dhunonte. Po. Edhe përpara vajzës që ishte e vogël. Po. Çfarë ndodhi atë ditë që ti more guximin dhe e denoncove pas 3 viteve dhunë barbare nga ai njeri? Më shante më kërcënonte në telefon, më shante mua edhe më kërcënonte në telefon. Pastaj më vjen mua te shtëpia me pistolet. Pistoletin ballangoj për me vramo, do të vras ty vajzën e vetën, më tha mua veç. Edhe vjen mami na mrapa, pastaj se vjen direkt brenda. Si ai vjen me pistolet në shtëpi? Po. Edhe një vit e gjysmë. Dhe të ka thënë konkretisht që do të vras ty vajzën dhe veten? Po, ma ka thënë mua jashtë, ma ka thënë veç. Por ai kishte probleme me shëndetin mendor? Nuk e di. Ka qenë përdorus si pijeve alkolike, po për gjëra tjera nuk e di. Se nda që nuk i vija unë ma që t'jetonim bashkë. Dhe i bëri, them unë. Ti vendose që të largoheshe nga ai person për shkak të dhunës dhe ai nuk e pranonte ndarjen dhe t'ka kërcënuar. Po. Vjen nëna juaj e cila ju ka ndihmuar, padyshim. Po, ka qenë te korridori kur u fut brenda, ai erdhi me pistolet për me vramu, vjen mami na mrapa, i hudh pistoletën dhe prishet pistoletën me fishek. Edhe ndërkohë unë me babin kemi marrë policin komisariatin telefon dhe arrestuan. Dhe u dënua me? Një vit e 2 muaj, një vit e gjysmë në Burg, 3 herët aq ka bërë Odeta. Jo, po, ndalemi pak. Ti kishe vetëm vajzën atë kohë, kur ai ra në Burg. Po. Ai pas një viti gjysmë doli nga Burgu. Po. Pse vendose të jetoje me të cilën i jep dhe një fëmijë të dytë, të djalin? Prap u mashtrove nga ai njeri? Ai se ndryshoi se bëri Burgun, mos ta lë vajzën pa bab, tritet me babën e vet, se nuk kam dashur që të krijoj lidhje apo të bëj fëmijë si bab tjetër. I mirë i keq ai është. Ndonjëherë më mirë disa fëmijë kanë fatin të rriten vetëm me një prind, sesa të rriten me 2 dhe të kenë trauma për gjithë jetën. Odeta, se kur ishte në Burg sillet shumë mirë tjetër njeri, me kulturë, me çdo gjë. Ti vije e vizitoj edhe në Burg? Ka vajtur, jo, për vizitë i çoja ushqime, po jo se e kam takuar, për herë tretë po i kam vajtur njërë. I kam vajtur se i kërkova prokurën e fëmijëve. Që thash më jep prokurën e fëmijëve tiki, për herë në Ai të rrinte, të mori pistoletën, të vriste, ty dhe vajzën e vogël, dhe ti vije i çoje dhe ushqim në Burg? I kam çuar. E kam bërë. Nuk di çfarë komenti të jap. Nuk ma jep prokurën e fëmijëve.
Kur tani, kur e kam takuar për herë të fundit, kemi qenë plash 3 ditë, goca kishte qef të rinte me t'jatin. Unë nuk kisha besim i lënë fëmijën vetëm Odeta. Sa i pi, kur pi, a i sa erdi aty i pivi 4-5 bira. Po me lënë fëmijën vetëm ata. Unë për ata fëmijë jetoj, mos kisha djalin e vogël unë vajzën e letë e plesht. Mos a kisha djalin 5 vjeç, unë nuk kisha në Shqipëri. Po qa t'i bëja ati djalit vogël? Ti u ndave shumer, u bashkove shumer, sollë një jetë dhe djali, e fute dhe për herë të tretë në burg, bëri 1 vit e gjys, dhe më pas ti vendose të ndashe përfundimisht. Apo, nësa i do kthehet, ti mund t'i japësh prap shans? Unë nuk jap asnjë shans, çdo gjë është e mbaruar me atë. E ka mbaruar, e ka mbyllur çdo gjë. Mua po më mungon vetëm vendimi i gjykatës, se në 14 maj më ka mbaruar gjyqi, edhe nuk më ka dalë vendimi. Se ja kërkoja gjykatës prokurën, që të lëvisja me fëmijët, të ika të vllai, të merja të dy. Ai u largua dhe ti ngele me 2 fëmijët e vegjël. Nga Tirana nuk mundeshe dot të jetoje, u zhvendose nga Tirana dhe shkove në Gramsh, në vendlinjen tënde. Në një fshat të Gramshit, aty ku është nëna dhe babai juaj. Ke 2 vite e gjys që jeton aty. Unë kam shumë, po 2 vite e gjys tani të fundit që nuk jetoj me atë, se unë që në fillim, kur ka qenë e ikonë e burgut, unë gjithmonë kam jetuar të familja ime. Të 3 herë që ka qenë burgu, unë aty kam jetuar të familja ime. Se nuk jetoj dot e vetme në Tiranë, jo, sigurisht. Dhe kur ka qenë Vjera, nuk doja me jetu me atë dhe ta shtëpinë me qera. Dhe shtëpia asaj nuk doja me jetu. Por pse, marrëdhënia jote me Vjerën, pse ka qenë kaq e keqe? Do të vërtetën ta them? Nëse ti do ma thuaj. Po, ta them unë. Vjera ime bënte magji. Kam gjetë me sheqire, me çdo gjë në shtëpi. I kam thënë Alfredit, Alfred, gjëja që kam më shumë frikë është magjia. Ajo i bënte vetë, unë e kam parë vetë kur i bënte. Edhe ai e gjeti vetë, dhe siç ka të këqijat e veta, ja them të mirën e vetë. E ka parë vetë duke ma futur sheqerin në kafe turke. Dhe më ka thënë që kafe nuk do pish më shtëpi. Edhe e pinim jashtë gjithmonë kafen. Ajo ndje shumë keq kur i kinin neve jashtë. Thoshte mua gënjej e djalin e vetë. Ndërkohë që unë asnjëherë s'e kam gënjur dhe ai boll mirë dinte e mjifte. Gjithmonë i kam thënë të vërtetën. Por ish Vjera juaj e dite që ai të djalin e kishte dhunues? Po, e dinte boll mirë se e shifte çdo sken. Edhe i bësh qefi. Si i bësh qefi kur të shikonte ty? Po, se mua si dhim, si kishte gjë. Ai si dhim mbesa vetë, mos i thoshte djalit vetë, asaj asnjëri nuk ka ushtruar dhunë ndaj nënës vetë. Asnjëherë, vetëm ndaj meje e vajzës. Asaj nuk i dhim të gjë, për mua ka gjuna mami im. Asaj po t'i dhim se do i thoshte diçka. Se nuk i ndjesh zëri gojës. Mirë për mua, po dhe me mbesën e vetë nuk i thoshte që bollë më djalë të thafshin ato dur, po nuk i ndjesh zëri gojës. Por unë jam e sigurt që prindrit e tu, nëna dhe babai, zoti Sami dhe Sanie, t'janë lutur që ti të ndaheshe prej atij njeriu. Nuk i dëgjove asnjëherë prindrit? Nuk i kam dëgjuar dhe kam bërë gabimin më të madh të jetës time prap. Kam bërë shumë gabime në jetën. Sa ata bollë mirë e dinin, bollë mirë më thoshin. Pastaj më thoshte babi. Babi është më kështu, më i butë. Në qofë se jetoni, në qofë se ashtu, më mirë si që ti do fëmijët, ai thoshte nuk ti do njeri. Po rregulluat rregullohuni. Për hir të fëmijëve. Ndaj e kam bërë dhe këtë gjë. Kurse për vllai nuk ka dashur fare. Që në fillim, vllai mua më njeh siç që ku flas telefon nga toni i zërit. Dhe mua vjen mirë që son mbështetjen më të madhe e kam nga vllai. Nga vllai, nëna dhe babai. Po. Ata e kanë derën e hapur për ty dhe për 2 fëmijët e tu dhe sot aktualisht janë prindrit që kujdesen për 2 fëmijët e tu dhe babai i tyre ka fikur telefonin dhe e vërtet, po. Dashurilda, sinqerisht më vjen shumë keq për ty, për jetën tënde, për fëmijët e vegjël. Ne do vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashkë në të transmetim dhe unë do desha që ditën e sotme të bëhet pamundurën për të lidhur me babain e fëmijëve, me Elidonin, ish partnerin tuaj, gjithë me shpresën që ai mund të na përgjigjet nga ana tjetër e telefonit. Ti na ke vënë dispozicion një numër telefoni, është një numër shqiptar. Në bazë të dhënave dhe verifikimeve dhe nga ana juaj, ne dimë që ai jeton jashtë Shqipërisë, nuk dohet në Shqipëri dhe uroj dhe shpresoj që këtë numër shqiptar ta ketë në aplikacionin WhatsApp dhe të na përgjigjet ditën e sotme. Teksa unë do përpiqem të tentoj për të lidhur me Elidon Gjonin, ne do të kalojmë në reklama dashumish dhe rikthehemi sërish bashkë. Jemi rikthyer në transmetim, ndërkohë që është duke më telefonuar Elidoni se gjatë kohës së reklamave po i bija. Do t'i hap telefonin. Përshëndetje. Përshëndetje, me Elidon Gjoni flas?
Po, Elidon, më falë që të shqetësoj, unë jam Odeta Dume, një gazetare nga emisioni Pa Gjurmë. po, Ditën e sotme në studio kam të ftuar ish gruan tuaj, e cila më ka rrëfyer jetën e saj, problemet që ka pasur me ty, dhunën që ti ke ushtruar dhe braktisjen që ke bërë për 2 fëmijët e vegjël. Dhe? Si dhe? Dhe? Dhe çfarë? Po pres një përgjigje nga një baba. Ti miraton këto që... Nga një baba, shko se pa ka dal nga spitali i Çmendurisë, ajo se janë 3 muaj shko në Çmenduri, kash mund ta me poshtë. Jo, Elidon, nuk mund ta bësh një nën të çmendur kur unë e kam përballë dhe flas me të dhe kam shkuar në fshatin ku ajo jeton, kam takuar nënën dhe babain e saj, kemi takuar fëmijët e tu dhe nuk mund të bësh të çmendur. Shumë për të thamë kështu, mund ta verifikosh, se pa ka dal nga spitali. Si ka dalë nga spitali? Po ju keni... Spitali i psikiatrisë. Zotri, ju keni bërë 3 herë burg. Dhe me ka fu 3 herë në burg, dhe të shesë kalon rrugë tjetër, mu vetëm që të praktisën nga Shqipëria, ku dion. Jo, Elidon, ju keni bërë 3 herë burg, për çfarë jeni dënuar 3 herë me burg? Për çfarë pra, se do në ajo zonja? Jo, po gjykata nuk mund të vendosi dhe të dënoj një njeri se do një qytetar të fusi në burg një person që e urren. Shumë respekt për emisionin tuaj, sinqerisht, respekt, se e kam ndjekur. Po jam i stresu më lash, ama se nuk dhe gjë jemi atile rrugë, se ma ka shatru jetën. Por ti me atë... Ka shatru jetën, është një njeri shmendur, një njeri shmendur, nuk kalon në vend, në një vend. Elidon, Shqipëri, Elidon, të lutem, sido që ti jeta ajo është mbetet përjetësisht nëna e fëmijëve të tu. Pa tjetër. Nëse nënën e fëmijëve kërkon ta shfrytëzosh në rrugët e Belgjikës, nëse nënën e fëmijëve do ta dhunosh në mënyrë barbare, nëse nënën e fëmijëve do t'i djegësh cigare në trup me fotot që unë po shikoj, dhe nëse përfundon 3 herë në burg për dhunë dhe braktis fëmijët, një nën mund të përfundoj dhe në psikiatri. Është më e pakta që mund t'i ndodhi një nëne të përfundoj në psikiatri me këtë jetë që ajo ka bërë me ju. Ka gjelë pa lek të si? Ska lek për drogë mate, se a ka arke ju? Jo, a nuk ka ardhur të kërkoj lek. A nuk ka ardhur në programin tim të kërkoj lek. Ka ardhur të kërkoj detyrimin ushqimor. I kam bëjt fmit, nuk e kam bëjt ditë punë që ditën që e kam njo. Të lutëm. Sa ko ke pa folur me fëmijët? Kam të këtë 3 javë. Po pse nuk flet me fëmijët e tu? Dhe gati jam me thonë, dhe psikiatrisë jam me thonë. Dhe të se rrugë jam me thonë se... Dhe që qas me vitë më zëja dheta? U qenë lek fmive dhe nuk... Dhe e në shërë fmit, ty babit të tjerë këmi ble gjëra. A dhe nuk e ke idejnë se që nuk kanë lek për droge për zemët e asaj zonës se kemë studje. Ma me qire të një. Por pse, ju po deklaroni që... Ju po deklaroni që Ilda është përdoruse lëndëve narkotike? Po tjetër, po këtë deklaru, pa ndje ka nga përshqanë psikiatrisë, aja personazh është, bërë e përzin e gravshit, aja është personazh. Për çfarë është personazh? Mos beso mu, me telefon që shmore mu mund t'i besosh, pa ndje ka nga... Jo më rjo, Elidon, unë po të besoj, po besoj edhe ty, po besoj dhe Ildën. Por aman, jetesa që ke bërë ti me nënën e fëmijëve, normalisht që gjërat shumë do përfundojnë. Jam nga fusharësi dhe kam një kanun tjetër. Jo, po nuk funksionon me kanune. Ne nuk jemi në epokën X dhe funksionoj me kanune, çfarë kanune ka Puka dhe çfarë kanune ka Gramshi. Ne funksionoj me ligje. Elidon, unë nuk jam as kush i dashur Elidon, as të gjykoj, as të paragjykoj, as të denoj, unë jam thjesht një gazetare, por më dhimbë se në ata 2 fëmijët e tu, të cilët mund të rriten vërtet me një nën që mund të jetë përdoruese lëndëve narkotike dhe me një baba që i ka braktisur. Dhe kjo është një fatkeqësi e madhe. E dini që këta fëmijë mund t'i humbisni dhe shërbimi social t'ju amari? Zoti, ka falë, Zoti, e të ka të më mirë. Ndoshta nëse do ulesh dhe të kthjellohesh dhe të mendosh gjërat, gabimet që ke bërë i ke pësuar, uroj mos bësh më gabime se gjërat
do të bëjnë akoma më të rënda për ty. Uroj të qetësohesh dhe të kthesh kokën pas për ata 2 fëmijë. Ke diçka për t'i thënë ish partnerit tënd? Alfred, sa për drogi droguar të kam njore ngele shti, unë nuk pi lëndë narkotike. Spitalin, të lutem. Vetëm zoj mos e gjej, të lutem. Nuk dëshiron ti dëgjosh zërin. Nuk duhet ja gjej zërin masaj. Atëherë mos merr beshtin, marrë beshti babin tim me mamin telefon për të fëmijët nuk kanë ujtur për. Uroj që të ndërgjegjësohesh për 2 fëmijët e tu. Të falenderoj që mu përgjigje në telefon. Faleminderit. Të lutem, e përshëndet. Mirë, bëjmë një shkëputje, një tjetër shkëputje, sinqerisht e dhimbshme për 2 fëmijët. Më vjen keq për ata 2 fëmijë të mitur. Por do bëjmë një shkëputje për të kaluar tek prostatoli dashurmish, që është një suplement ushqimor i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore që ndihmon në problemet e prostatës dhe rikthehemi sërish bashkë live. Mirë, jemi rikthyer në studio, vetëm pak minuta na kanë ngelur Ilda në dispozicion. Ai ta akuzoi si e përdoruese lëndëve narkotike. Kam qenë me atë se më ka detyruar ai me pi lëndë narkotike dhe me nxjerr me punu në rrugë. Nuk jam përdoruese. Pra ju kur keni jetuar në Belgjik? Po, donte ta shoqëroja dhe ai më ka dhënë me pi. Do më thoshte më detyronte më rrifte, më thoshte pi me mua. E dashur Ilda ka ardhur në studio për t'i bërë një thirrje ish partnerit. Ai sigurisht po të ndjek. Kush është mesazhi? Sepse nuk donte të fliste, të ishte në një përballje me ty sot. Kush është mesazhi që do i përsosh? Mesazhi im është të paguaj vetëm detyrimin ushqimor, sa që kanë në gjykata 180.000 lekë çdo muaj dhe e le të vazhdoj kështu për mua qetësia është që ai mos flasi fare, se unë kam rënë qetësi në momentin që është shkëputur, po fëmijët nuk i kanë faj. Qoftë ai do vajzën të flasi thjesht vajzës në telefon. Unë të uroj shumë fat në jetë dhe uroj të bëhet më e mira për ata 2 fëmijë. Shumë faleminderit, jeni shumë e mirë dhe respekti për emisionin tuaj. Do mbetemi bashkë në kontakt. Në rregull. Mirë, dashur miq, me historinë e kësaj 38 vjeçare ne kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakohemi sërish nesër. Ju e dini, Pajgjuri vjen çdo ditë live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.